Ka këtë logon e Ferrari këtu, gjamat këtu, të ka këtë cigares. Mrapa këtë supozot është 2+2, pas s'ka shumë vend mrapa. Me qepje komplet kroskoti, tu është 30 titut Formula 1, s'ka këtë plakën këtu, fiksën e zjarrit. Tu ka kontrollin e klimës, gjitha. Për t'i fut marshin këtu vetëm lëviz pedalin plusin, kurse për ta çuar neutral lëviz të dyja për i herë, që e ka shumë mirë, të mund t'i jesh në trafik tu ecë edhe i jep gaz. Për vitin që është, për model që është kjo, është shumë e mirë. Nuk është puna vetëm te teknologjia, unë jam fan si moth, më shumë pëlqejnë këto se sa teknologjia. Po 458 pa të fillu me butona edhe për sinjalet, kjo të paktën i ka sinjalet këtu, më mirë ashtu. Normal Ferrari i ka të vendosme, edhe Maserati në fakt, po Ferrari ka të vendosme këto pedal shifter si ka në vend, nuk lëvizin me timonin. Ke hapësirë, për kabrio që është, ke hapësirë, se kom provu kabrio tjera janë më të ngushta. Tu të kjo ke vend, edhe mund të rishë rehat, pa problem. Shumë e mirë. Ta që do e marim i gjiro, Ferrari në Kalifornia, ta shofim.